Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte do të bëjmë një emision disi special për ngjarjet e dy korrikut 1990 që tashmë kanë kaluar 35 vjet dhe ne akoma nuk kemi arritur të zbërthejmë si ndodhen, pse ndodhen dhe teoritë konspirative që janë për këtë ngjarje dhe të tjera dhe për diskutuar atë çka ne e kemi problem të madh si shoqëri, jo vetëm në post-diktaturë, por gjatë diktaturës dhe gjatë historisë tonë, pra manipulimin, simulimin dhe falsifikimin e historisë, ku nuk e bëjmë me referenca, nuk e bëjmë me fakte, nuk e bëjmë me dëshmi, por e bëjmë simas oreksit atyre që marrin pushtetet, kështu ka bërë që në fillim të pavarësisë, kështu ka bërë Ahmet Zogu, kështu ka bërë Enver Hoxha dhe kështu bëri dhe demokracia shqiptare këto 35 vjet, ku për ngjarje ku kemi qenë vetë dëshmitar, protagonist, pjesëmarrës, i kanë ngritur një mal gënjeshtrash, pa referenca, por me një folklorizëm të një heroizmi patetik që vetëm të kthejnë në neveri kur i dëgjon sot. Imagjino, akoma nuk kemi vdekur, dëshmitar të gjallë, dhe këto kanë ngritur një mal gënjeshtras, sa që duhet një punë si miti si Zifit për të hequr këtë mal gënjeshtras dhe pastaj për të filluar me të vërtetën. Pse shoqëria jonë gjithmonë gjendet në këto situata, në këto rrethana dhe pastaj fillojnë ditirambet? Për këtë sonte do të bëjmë një bisedë. Normalisht unë kam folë shpesh, kam shkruajtur një libër për këtë ngjarje, por sot do ta bëjmë ndryshe. Sot nuk do të flas më unë, do të flasin njerëz që kanë qenë në këtë ngjarje, por kanë qenë jashtë ngjarjeve të ambasadave, por që kanë një kontribut real dhe kanë një integritet në gazetarinë aq të mirë që kemi ne sot në Shqipëri. Janë pak zëra si Mentor Kikia që kanë besueshmëri dhe ekuilibër në analizat e tij. Mirëmbrëma zoti Kikia dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit, jam për herë të parë në këtë podcast. Edhe besoj do të jetë e fundit. Padyshim nuk do të jetë i fundit. Kam ndjekur pjesërisht bisedat janë zhvilluar këtu dhe më pëlqen mbi gjitha liria e mendimit dhe hapësira që gjithkush të thot dhe të mbroj idenë dhe mendimin e tij sepse ashtu e ka dhe jo sepse ashtu ja do interesi. Kështu që faleminderit për ftesën. Faleminderit ju për ardhjen në këtë studio dhe sigurisht është nder sepse siç e thash dhe nuk ta them këtë për kompliment, ta kam thënë dhe përpara se unë të filloj këtë podcast, bisedat tona nga Amerika që je një zë që janë pak me gishtat e dorës, bëhen zëra që kanë një kredibilitet dhe kanë atë profilin e vet, dhe nuk janë në atë stampën e përditshme të medias që nuk kanë ndryshim nga njëri tjetri, emisione nga njëri tjetri apo gazetarët nga njëri tjetri dhe i lexo shumë kollaj, besoj bie dakord është drejta juaj, i lexon shumë kollaj se në çkra politik janë apo në çinteresa dhe në çinteresa dhe trafiqe politike janë. Më mirë të themi trafik influencash. Dhe kjo duket edhe nga pasuritë që kanë këto gazetarë. Ju keni 30 vjet gazetar dhe një gazetar që po unë nuk besoj zoti Kikia që ti ke vil në palas, apartament ke bloku, vil në mal. Që e kanë shumë gazetarë tuaj apo edhe biznese, hotele, ku i diun. Ndoshta i ke edhe si ke kallzuar akoma, por deri sot nuk t'i dim. Jo, nuk kam mundur të doja t'i kisha, por mundësitë deri këtu më kanë çuar ku jam tani, kështu që. Jo, po, siç thotë se s'po kujtohet emri tash, siç thotë ky italiani që thotë kur një gazetar është shumë i pasur, duhet ta shohësh se ka diçka gabim aty. Mban erë atë. Po, mban erë. Zoti Kikia, tashmë unë kam qenë pjesëmarrës në ngjarjet e vitit 90 që Masrames Ceaușescut
ka pas ngjarje të njëpasnjëshme dhe ndodhi ngjarja e ambasadave që në fakt i thonë me dy korrik, por hapja e ambasadave ka fillu, hapja, nuk është hapja, po ajo shpërthimi ose hyrja në ambasada, se do të diskutojmë dhe këtë hapja apo mos hapje, ka filluar në fakt që në mars. Kanë hyrë njerëz në ambasadën greke, kanë hyrë në ambasadën polake më vonë, domthonë dy korriku ishte ai shpërthimi i madh. Pra kur themi ambasadat në thonjza u hapën me dy korrik, nuk jemi të vërtet. Dhe kjo datë nuk është kapur pa qëllim dhe analizat që kanë bërë mbrapa, jo pa qëllim janë munduar ta komplikojnë me dy korrikun e Kosovës. Unë dua mendimin tuaj sot se timin e kam dhënë në libra e në intervista në gjitha, që në mendimin tim nuk ka kur far lidhje, sepse këtu kishte fillu, nuk kishte asnjë gjë dhe a ditë me dy korrik, si Rufeja në qellë pastër ndodhi ngjarja e dy korrikut. Jo, kishin fillu që mas vrasë Ceaușescut, protestan në Tiranë, Shkodër, në Kavaj, ishin bë protestat mëdha, ishin vrarë njerëz kufi dhe po ju them, e dini ju zotni kush ka qenë komandanti kufirit në atë kohë? Që janë vrarë njerëz deri në 10 orë 90-s? Ka qenë pikërisht zëvendësministri i Sali Berishës Agim Sheu. Dhe nuk është përmend kund kjo punë. Janë fajlat, janë raportet, janë këto. Prandaj ju thash që ne historinë e bëjmë me tamtame, nuk e bëjmë me referenca, jo për të dëshkuar njëri, po për të kuptuar që na ka ndodhur, pse na ndodh dhe që të mos na ndodhi më. Tashti, ju në atë kohë keni qenë djenin time student, apo jo? Keni qenë student. Po, student. Si e keni parë ju dhe nga informacionet e mëvonshme, si e shihni sot ngjarjen e dy korrikut 1990? Dy korriku duhet parë në dy dimensionet, në dimensionin historik dhe si i tillë duhet të shkruhet ftohtë dhe bazuar krejtësisht mbi fakte. Unë kam lexuar, s'po them gjithçka, por shumë çka nga që shkruar për atë ngjarje. Kam lexuar edhe librin tuaj Guri i fundit i Dominas, i cili padyshim për mua është rrëfimi më realist, sepse është rrëfimi nga brenda vendngjarjes. Është një rrëfim pa letrarizma, pa përpjekje për të bërë filozofi, por është më shumë një kronik për të dëshmuar hap pas hapi atë që ndodhte në rrugë, atë që ndodhte brenda mureve, atë që ndodhte brenda një selie diplomatike. Dhe me këtë rast më lejoni t'ju përgëzoj për këtë kontribut, pasi në fund historia nuk ka nevojë të sajohet, nuk ka nevojë të fabrikohet, por ka nevojë për të vërtetat. Pra ky është dimensioni i parë, që është dimensioni historik. Dimensioni i dytë është dimensioni politik. Ndërsa historia nuk mban as interpretime, historia nuk mban as kështu mendoj unë apo kështu mendon ti. Historia o është kështu o nuk është ashtu. O është e vërtet o është gënjeshtër. Dhe shumë prej ingranazheve të sigurimit apo të policisë së kohës, të cilët unë kam pas mundësinë t'i ndjek në disa procese gjyqësore si gazetari Kronikës Zez që mbulohen atë kohë në vitet 93, 94, 95, janë përpjekur që të fabrikojnë apo të hedhin të vërtetat e tyre sipas tyre, por që e vërteta ka vetëm një alternativë. Ndërsa dimensioni politik pastaj ka interpretime, pasi gjithkush mund të ketë këndvështrimin e vet. Dhe në dimensionin politik besoj që dy korriku nuk është, ashtu siç u thatë, një rufe në qiell të hapur, por është një rrjedhë logjike e disa ngjarjeve që kishin ndodhur më përpara brenda vendit, por mbi të gjitha jashtë vendit. Duhet kemi parasysh që komunizmi kishte rënë, me rënien e mujt Berlinit kishte kapitulluar, Gorbaçovi kishte dorëzuar
kishte ngritur duart. Në Europën qendrore me disa protesta ishin transformuar Polonia, Çekoslovakia, Ishte dhe modeli i shpërthimit ambasadave? Kishte mbetur Ballkani dhe në dhjetor të 89-s ishte Rumania e fundit që u përfshi në një kryengritje të armatosur të dhunshme me masakra dhe që përfundoi me pushkatimin publik të çiftit të Ceaușescu. Këtu kishte mbaruar historia e komunizmit dhe vazhdonte të mbetej si një lloj rezervati vetëm Shqipëria, ku lajmet se çfarë ndodhte në Perëndim nuk mbrinin në lindje nuk mbrinin tek populli thjesht, i cili kishte vetëm një kanal informimi, që ishte kanali zyrtar i kontrolluar katërcipërisht nga partia Shtet, dhe ishte informuar një shtres intelektuale që për fat keq ishte një shërbëtore e regjimit. Dhe sipas mendimit tim, dhe tani futemi ke analiza, ajo që ndodhi që nga janari dhe që i parapriu në mënyrë sistematike 2 korrikun për të kulmuar me 8 dhjetorin, ishte një përgatitje e regjimit në ndritimin e Ramiz Alis për të vetë transformuar. Dhe do të ishte modeli i parë, rasti i parë që ndodhte në Europën lindore ish komuniste, ku regjimet nuk u rrëzuan, nuk u shembën, nuk dolën nga zyra dhe dorëzojnë qelsat e pushtetit, por morën përsipër të transformohen. Dhe kronologjia saj që ndodhte në pranverën e 90-s ishte pikërisht kjo, ndërkohë që ndjeheshin pluskonin deri diku, kishte fluska të asaj që zjente poshtë të njerëzve të cilët edhe pse nuk ishin koshiencë se çfarë është demokracia, çfarë është liria, por thjesht me sa duket. Nuk kishin as platformë politike, as qëllim politik, tash mos i bëjnë qefin vetes si folim. Në mënyrë instinktive zjente. Në mënyrë instinktive, ekonomia ishte rënun. Kishte kapitullu totalisht, regjimi Ceaușescu i kishte trem dhe këto lëkundeshin. Ajo që i shqetësonte tashmë regjimin e Tiranës ishte të shpëtonte kokën, mos ndodhte skenari i Bukureshtit, i Ceaușescu. Dhe ajo që bëri Ramiz Alia ishte të përgatiste terrenin që ky vetë të udhëhiqte edhe transformimin e regjimit të tij në një sistem biçim demokracie, sido që të quhet demokraci. Aty afër. Dhe çfarë bën? Këtu besoj që klasa inteligjenca e kohës, ajo që ishte, mba një përgjegjësi historike. Ajo klasë do duhet ishte në ballë të kërkesave për ndryshim real. Për fat keq në këndvështrimin tim, duke lexuar ftohtësisht sot kronologjinë e kohës, duke ju rikthyer atyre mbledhjeve të famshme Ramiz Alia me intelektuale të shkrimet të intelektualëve të pavarur, ato që atë kohë quheshin shkrime të guximshme, intelektuale të pavarur, por që ishin gjithë antar të Partisë Punës dhe Berisha sekretar organizate. Për kohën dikush mund të thotë që po ishin të guximshme, dhe ishin të guximshme. Por kur sot kthen kokën pas dhe je i ftohtë për t'i arsyetuar dhe për të thënë që historia filloi me Kadaren që në kulmin e nevojës për përmbysje politike, kur në Europë ishte përmbysur komunizmi dhe kishte mbetur vetëm Shqipëria, një njeri me këto përmasa do duhet ishte shumë i qartë dhe drejt për drejt Kadareja kërkonte rehabilitimin e Gjergjfishtës dhe të Fajikonicës. Në prill. Më fal që po ndërpres, e kërkonte pa kërkuar një falje Ismail Kadareja, i cili sa të gjithë shkrimtarët e realizmit socialist nuk kishte bërë një luftë për groposjen e Fishtës, Kolikit dhe Konicës. Është tjetër kapitull. Po i quhen trekëndshë regresist reaksionar. Dhe kjo ishte e rekomanduar nga lart. Dhe fal që po të pres, ato artikuj që përmendi ju, edhe për atë kohë kemi dëshmitar sot. Unë nuk më janë qejt guximshëm, sepse ta thash dhe përpara se të bënin këtë bisedë. Ato artikuj fillonin dhe Sofokli Lazari i ka thënë pas shumë vitesh Gavrosh Levonjës, po pse mund të botoj ke zëri popullit ato artikuj, po mos
kishin lejen time, pra, ishte një organizim nga lart për... Këtu doja të dilja. Më falti për pres dhe ato artikuj fillonin, si mas plenumit 11 Komiteti Qendror për Demokratizimin e Shqipërisë dhe në fund me falenderim për Ramizalin. Ishin artikujt e Kujtim Çashkut, ishin artikujt e Sali Berishës, Ylli Popës, kush ka qenë tjetër, ka qenë se s'po i kujtoj tash, kanë qenë disa që dulën këto gjoja. Ky dimension politik i kohës ishte vërtet fataliteti që ne po vuajmë edhe sot. Jam plotësisht dakord. Në plenumin e 10 të Komitetit Qendror të Partisë të Marsit prillit. I 11 ka qenë duket më. Se e kam jo, 11 ka qenë më vonë. I 9 dhe 10 kanë qenë pranverës në 10-s. Partia e punës, partia që kishte në dorë regjimin, shtetin, pushtetin, partia që bën të diktaturën, merr zotimin të bëj demokratizimin e vendit. Pra në të gjitha vendet e Europës lindore, partit që kishin sunduar në komunizëm thjesht u përmbysën. Këta marrin përsipër të bëjnë këtë gjë. Dhe Ramizalia pajtoi politikisht inteligjencën, pra këtë elitën intelektuale të shoqërisë, që të punonin për këtë. Së bashku për këtë. Duke përgatitur shoqërinë, nevoja për demokratizim, të ndryshojmë këtë, të përmirësojmë atë, dhe ta ekspozojnë Ramizalin si një prurje të re politike në këtë vend, derisa në fund ne ishim me dilemën, Ramizalia janë bërë programe televizive për këtë, diktatori i fundit apo demokrati i parë. E kupton deri ku shkuam. Pra, të bënim pyetjen dilemën e madhe, Ramizin e kishim diktator apo kishim demokratin e parë dhe nuk e dinim. Unë nuk di një shembull të tillë në Europën lindore. Padyshim që nuk ka. Dhe për ta justifikuar këtë dhe pa kaluar pa ka përcyer periudhat historike, në dhjetorin 90-s, unë kam qenë student dhe kam qenë në mesin e protestuesve dhe qarkullonte më vesh një fjalë. Mos shani Ramizin. Ishte shpreha kur bërtisnin Enver Hitler, poshtë Enveri, poshtë diktatura. Dhe dikush tentoi të përfshinte edhe Ramizalin dhe filloi të shpërndahet një fjalë si përshpërim vesh më vesh dhe u shpërndan në gjithë turmën që mos shani Ramizin, mos shani Ramizin, mos shani Ramizin, dhe me Ramizalia nuk u atakua fare gjatë gjithë protestave të dhjetorit. Dhe fjala e Sali Berishës ke studentët është që tashmë është në video, është kudo që thotë Ramizalia ashtu si drejtoi briga kyçi sot kundërshton luftën nacionale shqiptare, Ramizalia ashtu si drejtoi brigadat partizane për çlimin e Adheut, ashtu po drejton sot dhe demokratizimin e Shqipërisë e njëra tjetër, një falënderim i veçantë shkon për shokun Ramizalia. Unë nuk e kam me këta. Ajo që kam irriton mu, ajo që kam irriton mu është pa përgjeshmëria jonë që i përtypim këto gënjeshtra të mëdha. Dhe nuk ballafaqohemi. Gazetarë që kanë marrë në emision Sali Berishën nuk ballafaqohen me të. Nuk ja vjen përballë faktin. Dhe del Sali Berisha thotë do ju përmbys si bitë baballarëve sot. Pa i s'ka përmbys dot vetën, është komunist i fundit që ka një në Europën lindore. Ky është problemi. Thash pak më parë që në pranverën e 90-s dhe vijimin e ngjarjeve deri në dhjetor, u gatua ajo që ne po vuajmë dhe po ham sot dhe nuk dihet nëse do ta ndrejtojë. Sepse Dy Korriku ishte rrjedh e këtyre ngjarjeve që ndodhen në Shqipëri, nuk po ngrihe jashtë, kush të protestonte. Edhe këto flluzkat që shpërthenin aty këtu ishin të paorganizuara, nuk kishin asnjë lloj qasje politike. Lene stojnë, as ambasadas kanë pas organizim, as të ngjarjet në Shkodër nuk kanë pas organizim, as ngjarja ku është organizimi? Nuk di të them tani dhe besoj që kjo do mbetet një dilemë dhe secili këtu mund të ketë vërtetën e vet, që kush urdhëroi të hapet dera e parë e ambasadës, kush i tha ti bjeri me kamion murit. Tashti, unë thash mentor që ne bëjmë një gabim të madh dhe nuk e bëjmë pa qëllim. Nuk e bëjmë pa qëllim.
Unë pak përpara po flisja me ju që pse nuk hapen dosjet e sigurimit shtetit. Pse nuk dalin mbledhjet, so kam gaburimet mbrëmshme. Pse nuk dalin, para 2 ditë kam folë me një që ka qenë, pse nuk del që është regjistruar, është edhe daktilografuar. Pse nuk del mbledhja që ka bëu Adil Çarçani kur kanë hek Simon Stefanin dhe kanë emru hekuran e saj ministrat brendshëm. Dhe kanë shkarku tjera. Pse nuk del mbledhja kur ka ardhur Xhelil Gjoni nga Peshkopia si dorë fort, pikërisht mas ngjarjes dy korriku do u bëj mitingu famshëm ku hikën dhe intelektualet aty, si Qurravec, dhe nuk doli një intelektual të bëj oponencë për atë ngjarje. Përse mas ngjarjes ambasadave, kur New York Times, David Binder, gazeta të tjera, Telegraph, shkruanin që tani pritet të rrëzohet regjimi. Ku ishin këta studentët? Këta studentët e famshëm dhjetorit, ku ishin? Përse nuk dolën këta? Në të kundërt, studentët, kur ka qenë ngjarja e ambasadave, janë zi për copa blu jeansi ke qytetit studentëve, e di shumë mirë, ka dalë blu jeansi atje. Një. Ku ishin intelektualet, kishte ndorë ngjarja e ambasadave, ngjarja më e rëndë që mbajti për 1 muaj majti në lajm dilte e para Shqipëria. Ku ishin intelektualet kur i thirrri Lamizalia në gusht? Asnjëri nuk i bëri oponencë. Oponenca më e madhe quhet e Sali Berishës, që kërkoi pluralizmin brenda partisë, pluralizmin e shtypit, dhe që tha never can say never. Ku ishte Kadareja ju një madh që tha nuk e kuptoi pluralizmin politik? Ku ishin këta? Këta thonë që kishin frikë se do na vriqin, që do të vriqin. Ato nuk mundën të vrasin njerëzit që hynë në ambasada, jo se i lanë për qef, por presioni ndërkombëtar ishte drejtu gjithë kamerat ke Shqipëria. Nuk mund bënte më asgjë. Regjimi kishte marrë fund. Dhe ajo që thoni ju hapja është lufta brenda regjimit ku Simon Stefani, Rito Marko, Spiro Koleka, Pilo Peristeri, këto galloshet e vjetra, me këto gjërat moderumit, po që mendonin që mos t'i ndodhte ajo që ndodhi Ceaușescun, ishte lëkundja që urdhrat vinin në kundërshtim me njëra tjetrën dhe hyn njerëzit kur hyn në mas, sepse më thujti mosat, më gjej një njeri nga ambasadat që ka ardhur mrapa me pushtetin, që ka pas në i përfitim, në të kundërt, ato që i ikën jashtë majtën Shqipërinë, me remitanca për vite me radhë mbajnë dhe sot. Dhe ato që i ikën jashtë, akoma nuk, si e thuti një emigranti sot që ktheu në Shqipëri që t'investosh, kur, ja e ke personi këtu, kur unë ka morë pronën time legjitime akoma mas 35 vjetësh. Shiko, të mbetemi ke ky diskutimi për kontekstin politik të kësaj. Është shumë rëndësishme të theksohen ca gjëra për të qartësu qëndrimin historik dhe politik. Përpjekjet për të shitur Ramizalin si Gorbachovin e Shqipërisë, si modernistin e ri, çfarë ndodhte? Unë besoj që aty nuk kishte një rrymë moderniste. Aty kishte thjesht një rrymë që ishte më zgjuar se sa ta dëllkaukët e tjerë. Sa ato galoshet e vjetra, ignorantët. Që shikonin vetëm pushkën dhe asgjë tjetër. Dhe këta ishin të vetëdijshëm. Shumë bukur e kape këtë. Do përfundonin si Ceaușescu. Dhe qëllimi parësor i tyre ishte të shpëtojnë kokën. Qëllimi dytësor ishte që të siguronin një rënje të kontrolluar dhe të bënin transferimin e pushtetit, siç e bën, dhe të bënin transferimin e aseteve ekonomike që ishin prodhuar gjatë regjimit komunist. Ne të tjerët që ishin të zhvesh nga prona, ne s'dinim çfarë është prona, zotëri. Ne dinim vetëm orarin për ble bukë ke furra, që bëta 40 lekë vjetra, dhe qushim të lumtur kur merrshim qumshet kos. Këta e dinim vlerën e pronës. Dhe ajo që ndodhi më vonë ishte pikërisht kjo, që regjimi transformoi në mënyrë graduale pushtetin politik dhe e mbajti po vetë. Ngriti 2 parti, transformoi Partinë e Punës në Parti Socialiste, ngriti Partinë Demokratike me të dërguarit e vet, dhe gjithë politika që lindi më pas ishte pothuajse kontrolluar po nga njerëz që ishin vegla të regjimit. Dhe këta bën edhe zhveshjen e pronës publike duke e privatizuar në duar njerëzish të cilët kishin pushtet,
kishin dieni se si mund ta shfrytëzojnë, mund ta bëjnë eficiente. Kishin lidhje? Kishin lidhje. Dhe dy korriku ishte pikrisht rrjedhim i këtyre ngjarjeve që po ndodhin në pranverë. Elita intelektuale nuk pati kur kurajon që kur dy korriku, që zgjati 10 ditë, e më shumë, 13 ditë, ishte vatra më e nxehtë në Europë, të ngriheshin dhe të motivonin popullin për të përmbys regjimin, këta ushuan të gjithë. Në të kundër Tirana o zbraz ikën plazh. Regjimi ishte i lumtur, perëndimi po shpresonte që të jepte një shtys, duke qenë se s'po dilte njëri në rrugë, s'po lëvizte njëri për të bërë atë që ishte bërë në Europën lindore. Regjimi ishte i lumtur që u hap një valvë shkarkimi dhe këta njerëz potencial për të reaguar në forma të ndryshme, siç në një ndeshje futbolli, në një radhë buke, në një shëtitore. Pastaj që ato i tremesin i doli për mirë. I hapet derën dhe për 5 ditë rruga e ambasadës, unë kam qenë student, unë kam kaluar aty me kuriozitetin që çfarë po ndodh. Nuk e kisha vetdijen të hyja aty brenda. Kam kaluar ke rruga e ambasadave, thjesht e shikoja me kurreshtë çfarë janë këta, sepse aty ishte një botë të cilën ne nuk e mendonim çfarë është, pas atyre hekurave. Me 5, me 6, me 7 kanë qenë të hapme. Dhe nuk u futa. Por kjo liri, e cila pastaj u mbyll brenda një ore, dëshmon që regjimi kishte interes që më mirë ca njerëz që do t'i kenë problematik këtu të futen aty dhe t'ikin, dhe kjo tregua më vonë me mitingun e madh që ata pasi larguan këtë shkarkuan këtë valvull. Po jo se këtë valvull e kishte organizuar regjimi. Se besoj që ishte organizuar nga regjimi. Nuk është. Prandaj them unë këngul mentor që ne jemi shumë të këqij në fakt. Gazetarët, media, intelektualët, jemi shumë të këqij, sepse ne krijojmë teori konspirative për t'ju larguar të vërtetës. E vërteta është aty në dokumenta. E vërteta është aty se si bashkëpunëtorët sigurimit ishin në kryesinë e parë Partisë Demokratike, në gazetën Rilindja Demokratike, në sektore të tjera, ato që krijuan median, që e kontrollojnë median për 30 vjetësh. Holta e X e Y, se s'po përmend emra për etik. Dhe këte ne paguajmë dhe sot, ku e ke inteligjencë? Ke elitë sot, elitë ndërgjegjësuese? Jo. Tu po duhet të dal tani. Mbyllja e kapakut të historisë ambasadave, e cila në çdo vend normal do ishte shoqëruar me një revolucion, me një reagim. Si ndodhin gjithë vendet e tjera të Europës lindore. Me këto gjëra Polonia, Gjermania lindore, Çekia, Hungaria, kështu ran. Mas ambasadave vazhduan të ran një. Pas ambasadave, regjimi vazhdoi të ishte po i njëjti. Dhe kushdo që mund të besonte që qeverisja e Ramiz Alis po shkon drejt një liberalizimi, prap gabon. Sepse ndërkohë edhe pse ishte dekriminalizuar vepra e kalimit kufirit dhe arratisjes, ndërkohë vazhdonin vrasjen në kufir. Po ishte bërë kështu. Ishte jo krim, po ishte bërë vepër jo penale. Jo penale, ishte 5 vjet burg. Po. Dhe çfarë ndodh? Mua personalisht tregova që kam kaluar në atë kohë që isha me sezon provimesh dhe duke ndjerë se çfarë zjente në Tiranë, kuptohet të ngacmonte kurreshtja, por nuk ka fukarallik më të madh se ignoranca, duke mos kuptuar se çfarë është bota tjetër. Kuatoj fise që thot rujna Zot për ignorantit dhe të dëshirumit. As e kisha çuar në mend që mund të hyje në ambasadë. Thjesht më ngacmonte kurreshtja se çfarë po ndodh atje. Dhe vetëm 2 javë pasi ishin larguar refugjatët nga ambasadat, mua më thrasi në degën e punëve të brendshme në Elbasan, edhe më bëj një presion ti ke përgatitur njerëz për t'i çuar ke ambasadat e tjerë, do arrestohesh, do të heqim, do të përjashtojmë nga fakulteti. Do të fjalë të gusht 90-s. Gusht 90-s. Dhe unë që isha i traumatizuar tani, sepse unë kisha kaluar ke kjo rrugë ambasadave të hapura dhe nuk isha futur. Dhe ndërkohë tani po ndodhte një gjë tjetër. Çfarë bënin tash? Këta ishin lëshuar që kjo ngjarje ambasadave jo vetëm që nuk shërbeu si indicie për të shkundur regjimin, regjimi masi largoi këtë kontingjent njerëzish që i quajti jashtë, huligane etj, filloi sërish të merrte masat
dhe ndiqnin kudo që mund të kishin personazhe, unë s'është se kisha demonstruar gjë, por në zonën time këta kishin filluar të përzgjedhin tash kush mund të jetë njëri që mund të krijojë probleme. Dhe kam nënshkruar një deklaratë që unë nuk do iki, po u hapën prapë ambasadat, duke siguruar që unë isha atje dhe nuk hyra. Shkrujta një faqe format me përbetimet e mia që unë nuk do arratisem që unë s'do iki etj, sepse kisha frikë se më përjashtonin nga fakulteti, nga shkolla. Pra regjimi prap ishte i frikshëm. Regjimi ishte në të njëjtat shina dhe me të njëjtën frym, nuk kishte ndryshuar asgjë. Thjesht po përpiqej ta ambalazhohej ndryshe. Më fal, me këtë logjik i bi që ambasadat i dulën jashtë kontrollit të regjimit. Jo se nuk ka pas, sepse ato u kthyn bumerang regjimit. Pra fakti që këto, dhe kjo është e vërtetë që mas largimit vendosën prap dorë të fortë, filluan prap kontrollin, tregoj që i ka dalë jashtë kontrollit. Nuk mundën ta kontrollojnë situatën. Unë besoj që po. Po. Thjesht këtu është gjë që nuk është zyrtare tani, po dëshimet e mia është që po nuk janë ambasadat, se nuk qisin referencat. Janë hapur nga vetë vendet e perëndimit për t'i dhënë një dorë, për t'i dhënë një impuls reagimit ishte fryma të brendshëm këtu, se me që s'po lëvizte në drejtime të tjera. Hajde t'i japim shkundje. Këtu jam dakord, ambasadat i hapën. Se ishte modeli, Po. Se po drejt ambasada mbyll dhe lajmëret e shtetit me qitë për jashtë. Ajo që ndodhi më pas ishte dështimi total i inteligjencës shqiptare. Në takimin me Ramizalin me 10 gusht. Takimi me Ramizalin që u shit si një intelektualet që i kërkuan Ramizit etj, për mua ishte fillimi i kësaj poshtërsire që ne vazhdojmë të jetojmë dhe sot. Jam plotësisht dakord. Ishte nënshkrimi, kapitullimit të klasës intelektuale të Shqipërisë, i asaj inteligjencë që ne kishim, i asaj ajket shoqërisë që ne kishim në atë kohë, të cilët në vend që ta vinin Ramizalin me shpatulla pas muri, të t'i thoshin që kjo punë mbaroi, filluan dhe u shndruan në zëdhënës të tij, u shndruan në njerëz të zyrës së PR-it të tij. Por kur e mendoj këtë, them që nuk mund të prisnim të ndodhte ndryshe, Ilir, sepse këta inteligjent, kjo klasë inteligjencë ishin të njëjtët. Po. Ishin pjesë të njëjtës parti, ishin pjesë të njëjtit regjim, ishin pjesë të njëjtës maskarat që kishte bërë gjithçka në këtë vend. Dhe më fal që po ju pres, oponenca në thonjza e këtyre intelektualëve nuk ka qenë asnjë sekond si ka shkuar mend këtyne për përmysje të regjimit apo të sistemit. Pikërisht. Këto pika më e largët që ka menu, që Sali Berisha të zëvendësoj Hekurani Sajin, filani Elenka Çukën, ky tjetri, këte ka që kishin këta, deri këtu shkonin. Dhe këte e tregojnë gjitha marrëdhëniet e tyre me regjimin. Këta ishin pjesë e regjimit, se çfarë kishte ndodhur dhe sa herë ngre pyetjen e veten time. Ore, përse nuk ndodhin në Shqipëri ajo që ndodhin në Poloni, ajo që ndodhin në Hungari, në Çeki, makar edhe në Rumani, me pushke dhe përgjigjen se gjë gjërkundi tjetër përveç se ke fakti që për shkak të ashpërsisë së diktaturës në këtë vend, këtu ishte shfarosur çdo lloj disidence politike. Qoftë edhe ka ata që krenohen sot të persekutumit. Ato s'kan qenë disident politik. Jo. Se ne flasim disidenca se shumë e përdorim këtë fjalën disidenca, po disidenca është kur ti del nga një grup, kur del nga regjimi dhe për ne fjalët kurse ata, se mendimi im është ky, kundërshtarët e regjimit për mendimin tim, në analizën që kam bëun, marrun 67 me therjen e klerit katolik dhe klerit përgjithësi në Shqipëri. Unë mendoj që mbaroi edhe më herët, unë më them mbaroi. Po jo, ishin ato të fundit. Me grupin e bombës të ambasadës po, sovietike. Po kishte prap element deri në rrafshu u prej koka. Si do që feja ishte një lloj kundërshtie e regjimit. Po bjen dakord që u përmbyll me fe. U përmbyll 67-ën. Pastaj nuk e pas më as disidencë, as kundërshtar të regjimit. Lene shesin dëngla sot. Intelektualët të takimit të Gushtit me Ramizalin s'ishin gjë tjetër veçse thjesht produkt dhe kontributor të atij regjimi. Dhe nuk mund të prisje tani që këta të kërkonin rënien e regjimit, kur ishin pjesë të regjimit. Pjesë dhe kontributor. Nuk ishin me shkop në dorë, por ishin me penë. Këta ishin edhe më të qit, këta ishin dhe më tamam dhe më të qit. Këta ishin ideatorët,
Këta ishin ata që shkruanin fjalimet, këta ishin ata që shkruanin artikuj dhe u lexoheshin të nesër njerëzve në ndërmarrje, në kooperativa, në ara, në mënyrë kolektive. A di deri kush ka absurde më? Mehmet Elezi e prun atë kohë, e prun Elbasan sekretar partie në komitet partisë dhe thotë në çunin tërnim. A e kupto këto të fyn inteligjencën? A e kupto kush kënë këta? A e kupto kush kënë këta? E ky tjetri, se se i kemi njoft drejtin jemi bashkohës. Po është të mërshme dhe më fal, po ndërpres ta bëjmë bashkëbisedim. Unë nuk i gjykoj për çka kanë bëu atë kohë. Unë i gjykoj që këto nuk kanë forcë, pra këta janë të këqij si njerëz vetvete, janë të këqij, janë të poshtër, ta themi të sopë. Pse është fakti ku jemi ne sot? Sepse këto nuk patëm kuraj dhe ndërgjegje që thonë zotëri, kështu e kemi menuar atëherë, kështu e bom, tash ti na falni, ose s'kishin nevojë me kërku falje, po të largoheshin. Nuk largoheshin sepse e kishin detyrë. Kjo që prodhoi Vera ishte thjesht një ushtrim stërvitor se çfarë do të ndodhte në dimër, në dhjetor. Dhe dhjetori ishte kurorëzimi pastaj i gjithë këtij plani strategjik ku për mendimin tim dhe këtu ndoshta mund të jetë një gjë paksa kontroverse, por unë e kam mbrojtur dhe po e them edhe këtu. Dhjetori nuk ishte as revolucion, nuk ishte as kryengritje, nuk ishte as përmbysje regjimi. Absolutisht. Dhjetori ishte një protest, por një protest e kontrolluar katërcipërisht dhe e dirigjuar nga vetë regjimi për të kontrolluar kalimin e pushtetit, sepse pushteti do kalonte dhe s'kishte rrugë tjetër. Regjimi nuk donte të dorëzonte çelësat. Regjimi diktoi se kush do t'i merrte çelësat. Pa. Nuk dorëzonte çelësat, po kush do t'i merrte çelësat. Dhe organizuan edhe zgjedhjet e para. Imagjinot dhe unë mendoj që demokracia vdiq pa lindur akoma në Shqipëri. Që natën kur studentët dhe pedagogët shkuan në zyrën e Ramizit dhe i thanë na lejo të bëjmë demokraci. Dhe Ramizi tha po, do bëjmë demokraci. Ju keni partinë tuaj, ne kemi partinë tonë. Mbaroi demokracia. Vjen mirë që e solle, këto që kishin shku me rrëzu Ramizalin, këto u sulën kush përqafonte i pari Ramizalin. Dhe shoku Ramiz faleminderit njëri tjetrit. Faleminderit që na le të bëjmë demokracinë. Ne le të bëjmë demokracinë. Domthon, ore, njeriu mirë më mirë se kollaj po. Mas kaq vjetësh, a kanë një ndërgjegje me veten këto njerëz? Por thonë, ore, kështu që dhe të mendosh pastaj që Partia e Punës, Partia e Diktaturës, Partia e Enver Hoxhës, pushtetit, përveç se nuk ishte rrëzuar nga pushteti, përveç se nuk ishte përmbysur, përveç se nuk ishin dalë nga zyrat, u fut në zgjedhjet e para pluraliste të marsit 91. Dhe i fitoi. Dhe i fitoi bindshëm. Dhe i fitoi bindshëm, thotë mendosh tani që ore çfarë drejtë ndodh në një popull i cili ka 45 vjet nën diktaturë, më të egër, pa drejt vote, pa liri, pa si gjë për gjëje fare dhe momentin më të parë që i jepet mundësia për të qenë të lirë për të votuar, votojnë prap diktaturën. Dhe u desh një ndërhyrje sforcuar e amerikanëve për të përmbysur pasaj histori që dihet ajo, për të përmbysur pushtetin dhe për të sjellë PD-n për herë të parë në pushtet. Dhe Partia e Punës dirigjoi transformimin nga Parti e Punës në Parti Socialiste me të njëjtët njerëz, me të njëjtët kriminal që ishte i mbushur Pallati i Kongresave në qershor të 91-shit. Dhe historia pastaj vazhdon. Ajo që më dhëmb realisht, duke qenë se po flasim për dy korrikun në këtë 35 vjetor, sepse është një ngjarje që vërtet duhet ndalur për të analizuar jo thjesht në aspektin historik për ta shkruar drejt, por në aspektin politik. Më dhëmb fakti që përse jemi, dhe po ngre në formë pyetje, të pafuqishëm që kundërshtin ton, qoftë për regjimin, qoftë për një qeveri demokratike, nuk e shprehim duke protestuar, duke votuar kundër, duke dalë në rrugë, duke rrëzuar këtë qeveri, po e shprehim duke ikur. Dy korriku është fillimi. Ne nuk dolëm në rrugë siç dolën rumunët, siç dolën polakët, siç dolën çekët. Ne jetëm të arratisemi për të shprehur kundërshtin me regjimin. Po e justifikoj faktin që ishte 90
Dhe këtu diktatura ishte shumë e egër, nuk ishte si në Polonia apo si në Çeki. Por ikëm, nuk dolëm në rrugë, nuk protestuam. Vjen marsi 91-shit. Sërish rrëmbye manijet. Mars 91-shit fitoi prapë Partia Punës. Ne nuk dolëm prapë në rrugë, por rrëmbye manijet dhe ikëm. Edhe sot e kësaj dite, 35 vjet, ne kemi kundërshtime me qeverinë dhe zgjedhim të ikim o zotëri. Ikim dhe nuk ndalojmë këtu për ta përmbysur qeverinë në çdo lloj forme. Nga sot, unë shpesh e kam bërë këtë pyetje, po flas personalisht, a bona gabim që ika apo bona gabim që sneta dhe bona gabim që ika. Tashi do të vazhdojmë, po të bëjmë një publicitet. Publicitet Kantina Duka, një vend i shkëlqyer, me kodrat e bukura për rreth si Rozare e Liçenit, me restorantin e shkëlqyer me një ushqim që shijon në atë pamje, jo vetëm për cilësinë, por edhe mënyrën se si shtrohen pjatat, dhe gjithashtu njihet për verën e saj shkëlqyeshme, që tashmë është në gjithë tregun shqiptar, ka dalë dhe në Ballkan, është në Angli, por së shpejti pritet shkojë edhe në Amerikë. Është vend shumë i bukur për mbasi më duket se janë përfundim këto bujtinat që po ndërtohen, ja 15 bujtina, një vend i shkëlqyer për të kaluar weekendin, po qoftë dhe një javë për të bërë hiking rreth kodrave. Mentor, tu ke plotësisht drejt dhe kjo është një pyetje që ngelet gjithmonë pa përgjigje. Por si e kam parë unë për veten time. Flitet për njerëz që kanë qenë, sot dalin gjithë shumë të rima, po të paktën për Tiranën ku jam lind dhe jam rrit e njoh. Pjesa më e madhe ka qenë konform regjimit. Se ju keni qenë student, unë kam jetuar në Tiranë, kam punuar në studio, kam qenë në shkollë, i njohim. Pak ke pas njerëz që të tregonin atë mos, nuk do të them armiqësinë, po mos pajtimin me regjimin, që gabzonin në shumë forma, në mënyrën se si visheshin, në mënyrën se si kishin një stil tjetër. Dhe këto ishin piketat e regjimit. Për sa i përket asaj hiqjes, unë tashmë një dëshmitare ka ngel gjallë, është Raimonda Bulko. Dhe këte e kanë ngretë dhe Perëndimi, dhe ky, David Binder. Unë paras në muajin prill, i kam shkuar Ismail Kadares në shtëpi, ku nëpërmjet Gramos Pashkos, Ndirit Pashko, donte dinte për ngjarjet që kishin në demonstratën e heshtur të janarit, ku na thirrën 5 vetë nga Kino Studio, ndek më me kujtë njërën tjetër. Dhe i kam thënë tekstualisht, e shoh që është gjallë, Elena Kadare, e di shumë mirë. Kam dhe fakte për këtë punë. I kam thënë që ku është inteligjenca. I kam thënë dhe se në atë kohë shkryti shkrimin për fishën edhe koliqin. Si ka mundësi, thash, si qa përgjigje diabolike dhe. Si ka mundësi, thash, ju jeni shkrimtar. Si ka mundësi jeni njeriu që keni denigru në mënyrën më banale, më të pavërtet, shkrimtarin, poetin ton kombëtar, kryetarin e komisionit të alfabetit shqip në Kongresin e Manastirit, njeriu që ka mbrojtur çështjen shqiptare në botë,
ku Adzev Bumçi ka, me fjalimin e tij ka trondit konferencën e paqes dhe ke pikërisht ky fjalim dhe qëndrimi që majti Noli që ne u pranum në konferencën e paqes kur nuk u pranoi Japonia. Pra, si ka mundësi? E kam bërë tha se po ta lenin heshtje do të humte, duke e sulmuar e kam mbajtur gjallë. Tjetër e thash ku janë inteligjenca. Njërën tjetër këto biseda kanë qenë në shtëpinë e tij. Thash rinia, fjalë për fjalë. Rinia thash është e gatshme, ma ato të mia që në rini, që ndisha, unë ndisha shokët e mi. Por që ishe kriju klima. Dhe ky njeri nuk i përgjigj. Dhe kur është bërë demonstrata heshtur, këto thonë doli Kadareja, japi namin Kadares. Kadareja ka dalë 45 minuta mbasi ishte lënë takimi i demonstratës heshtur. Dhe janë 10 vetë dëshmitar prapë sot gjallë, që mund t'i përmend me emra duke filluar nga miku im Skifteri Ilir Çelia e tjerë, që i kam thënë, mu ku ka qenë Shatrivani, tepër vonë, zoti Ismail, tepër vonë. Kjo tepër vonë, që e shkruaj në librin e vet nga dhjetori dhe nuk përmend emrin, nuk përmend as emrin tim për takimin me te apo për mbledhjen e kjo studi, kjo s'ka rëndësi, s'kam nevojë të përmend emrin e njëri. Ky njeri pra, ky model, që është kaq i vogël, kaq mizantrop, dhe do të marri edhe atë që ky na pruni lirinë dhe demokracinë në Shqipëri, nuk po flas për të tjera materiale të tij. Doni ta diskutojmë si shkrimtar, hajde ta diskutojmë si shkrimtar. Vlerat e tij si shkrimtar, hajde të diskutojmë, se thonë, jo, padyshim ka fut, se po largohemi nga tema, ka fut se ky është trumullari ku mqifen gjithë këto intelektualë sot është Kadareja. Dhe prandaj marrin me thojmë mas Kadares. Dhe do ta bëjmë mit. Edhe ndel ne Karagjos si ky Gjek Marka që thotë i bëjmë mauzoleum. Ku shkrimtar ka mauzoleum? Hugo e Balzaku, shkrimtarët më të mëdhenj botës e kanë kevarrezat simetri për lashes. Një vorr fare thjesht. Përse të duhet bëhemi mauzoleum këtij njeriu? Ç'është ky diktator? Mund të jetë një shkrimtar diktator? Megjithatë, kjo tregon formimin ton dhe sot më të lakeizmit ton. Nuk kemi kurajon e ballafaqohemi me të vërtetën. Ai ka vlera, për mendimin tim, ka vlera për elaborimin e gjuhës shqipe, për teknikën moderne që futin gjuhë, pa ati i mungon humanizmi në veprën e vet. Ta largojmë se jemi këtë dy nuk po flasim për Kadaren këtu. Kadareja ishte një nga ata njerëz. Po përpiqesha të thoja apo të pse hikëm. Kjo ishte qasja që ikëm se nuk shifshe mos shpresë. Qasën ton si popull. Ka një shprehje populli që thot prej tokës keqe ik sa jo t'le pa buk, sa nuk prodhon. Sa do ta mjellësh aty shërbesh. Ku kjo tokë bekume. Ndërsa prej njeriu të keq mos ik për ndeshu. Jam dakord. Dhe ne çka kemi bërë si popull? Ne kemi ik prej tokës për shkak njeriut. Ikëm në 90-ën. Pastaj vazhduam, ikëm në 91-shin. Ikëm në 97-ën. Pastaj ikëm në 97-ën. Vazhdojmë ikim pa ditur se si të organizohemi si popull dhe këtë e kam shqetësim jo thjesht për një ngjarje të caktuar. E kam shqetësim mbi filozofinë tonë të organizuarit si shoqëri. Domethënë nuk kemi shoqëri që kemi organizim komunitar. Po s'kemi një organizim si shoqëri, përgjegjësi kolektive. Secili e gjen zgjidhjen për problemin që ka të iki. Dhe kjo ikje na ka çuar deri këtu sa sot ne ka njerëz që me të drejtë e ngrejnë ikjen, largimin, zbrazjen e vendit në nivelin e një problemi, e një tragjedie kombëtare, sepse një vend i zbrazur nga njerëzit e vërtetë si ja bën asnjë pushtues. Kështu që ajo që më shqetëson duke marrë shkas nga dy korriku ishte pikërisht kjo, fillesa e një hemoragjie të largimit të njerëzve që nuk ishte rast i shkputur, përkundrazi, filloi dhe ende vazhdon edhe pas 35 vitesh dhe sërish duke parë këtë gjë, ashtu si 35 vjet më parë, kur kjo klasë inteligjencë për shkak se ishte pjesë e sistemit, nuk gjeti forcën dhe kurajon që të ishte në anën e duhur të historisë. Kur këta ishin të vetmit që kishin aftësinë për t'u informuar dhe për të kuptuar që në Europë
historia kishte ndryshuar, kishte marrë fund. Jo, mund të vjen ndryshim dhe inteligjenca tyne, si nuk ka rritën kuptonin që kishte marrë fund regjimi. Mos u përpiqe këtë ta kuptonin punëtorët e uzinës jam plotësisht dakord fshatarët. Tek e ka pikë shumë bukur, bles kjo do të jetë titull. Këta humbën shansin për të qenë në anën e duhur të historisë. Por sërish ashtu siç bën ata, ndodhi me elitën intelektuale shoqërisë tonë edhe në vazhdim. Asnjëherë sërish elita intelektuale nuk ka gjetur forcën që në një moment caktuar të ngrihet kundër pushtetit, i cili ka pas arsye për të ngritur në mënyrë sistematike. Edhe të 30 vjet. Po, edhe sot. Oportuniste është inteligjenca. Kjo lloj kaste shoqërore gjithmonë ka zgjedhur të jetë në anën e pushtetit, ose të hesht, ose t'i bashkohet pushtetit në mënyrë të kamufluar, por asnjëherë të ngrihet dhe të rrezikoj edhe nëse pushteti është autoritarist dhe të thot atë fjalën që vlen sa 1000 fjalë të njeriu të thjeshtë. Faleminderit. Tashti, ju ngrihet një pyetje që unë e bëj vazhdimisht. A kanë të drejtë këto që e quajnë veten elitë intelektuale të japin vetes një titull të tillë? A kemi pasur ne se ç'është intelektuali, ajo që thatë ju, të kundërvihet keqes, të krijojë një frym, të jetë njëri për mbrojtjen e problemeve sociale e shoqërore. Pra, edhe gjatë komunizmit, duke filluar dhe me ato shkrimtarët dhe që i përmendëm, që mos i përmendim më. Ato kanë qenë konform me regjimin dhe kanë bërë gjithçka për regjimin, jo për lirinë e popullit vet. I gojë hikun në internim, kur pa gjakun e 5 vjeçarit në barikada. Kurse këto kanë kriju gjak me shërbimet e tyre. Me 20 poezi për Stalinin, apo poezit për Enverin, gjithë i ke sot. Hajde se janë këto, unë nuk e kuptoj se këto i kanë zezëm në të bardhë. Këto, pakto nuk thojnë, të justifikojnë vetë, kërkojnë një falje se na ka detyruar koha. Por mundohen tim shefin, mundohen mos t'i përmenin, mundohen t'i zhdukin, dhe kështu kanë mundu me zhduk dhe ngjarjen e Dykorrikut me e fut në hije. Nuk ka krim më të madh se sa fut janë hije të vërtetës. Dhe kemi këtë malgënjeshtra sot, që na del, ky kemi përmys komunizmin, ky me Azem Hajdarin, kanë përmys komunizmin. Mos hyjmë pastaj në kanale më të thella. Në të pikë do janë pak drastik, sepse unë mendoj që komunizmi nuk u përmbys. Su përmbys pra fare. Komunizmi thjesht u transformua, u modifikua. Sepse përmbysja e komunizmi do të thoshte që Partia e Punës binte nga pushteti, zotëri. Ajo është përmbysja. Shpalla e paligjshme, kjo quhet përmbysje. Po jo, janë dhe ignorant, më fal mërti, zotni, se ti je djali i lexuar dhe djali me kuj libër. Ore thojnë lëvizja djetorit. A kanë këto arsyetim çdo thot fjalë lëvizje? Lëvizje do të thot nga pika A, shkosh ke pika B. Ku kishte pika A dhe pika B? Kur për 3 ditë, kur nuk kishte asnjë ngjarje pararendëse? Si ka mundësi të krijohet një parti opozitare me njerëz që nuk kishin taku kurrë me pi një kafe me njëri tjetrin, nuk kishin rruar një fjalë. Son këtë e di, kam jetuar në Tiranë, un kam njoh Gramos Pashkon, un kam njoh Gencrulin. Gencruli me Gramozin ishin kunetër, po këto s'kishin asnjë marrëdhënie me Sali Berishën, s'kishin asnjë marrëdhënie me Preç Zogën, s'kishin asnjë marrëdhënie me Frok Çupin, s'kishin asnjë marrëdhënie me Sali Berishën. Këto të gjithë nga njëri tjetër nuk kishin asnjë marrëdhënie. E vetma marrëdhënie ishte Besnik Mustafaj me Sali Berishën dhe Kujtim Çashkun. Partinë e si mund të krijohet, më thujti mu, a ditin ai model, më fal për ignorancën time, a ditin ai model që është krijuar një parti me njerëz, mrena një dite, me njerëz që nuk e kanë taku kurrë, apo Azem Hajdari, apo Arben Imami. Në Tiranë kemi jetuar, i di marrëdhëniet e njerëzve. Dhe kush e njifte Azem Hajdarin ato? Për mos ty në tjera detaje. Ajo që më shqetëson është, sepse ju bët një pyetje, a meritojnë këta tjenë intelektual. Në fakt, intelektuali është një titull të cilin e merr përsi për gjithkush, për dhe duke unifikuar me shkollën. Që s'është në perëndim nuk është ky modeli. Ka diplomë, jo, intelektuali është tjetër gjë. Intelektuali është një njeri titullin të cilit ja jep shoqëria. Ky e merr këtë për shkak të kontributit që ka, për shkak se gjithmonë është në anën e shoqërisë, për shkak të zërit që ngre. Duke
sepse atë hallexhiun që ka një punë aty në shtet, ky ka frikë të flasë sepse do ta heqin nga puna, por intelektuali përveç se guximit për ta thënë të vërtetën, merr përsipër edhe riskun që edhe po vërtet e persekutuan ekonomikisht, pra e hoqën nga puna, ky prapë merr përsipër se ky ndryshon nga punëtori. Pikërisht për këtë arsye dhe ky është figura publike, ky është intelektuali. Dhe kjo stres sot në Shqipëri mungon zot. Jo, edhe nuk ka pas. Qoftë dhe gjatë regjimit, dhe më keq. Atëherë mentor se i kam qef këto debate, jo debate, po këto emisione, diskutime, për arsye sepse ajo që thatë ju më ngre këtë pyetjen tjetër. Si ka mundësi sot mas 35 vjetësh, ne nuk prodhojmë dot një elitë tillë ndërgjegjësuese. Nuk prodhojmë njerëz që të përplasen me të keqen, me të keqen e shoqërisë tonë, me gënjeshtërën e shoqërisë tonë, me të keqen e pushteteve tona. Ku i keti sot? Sa njerëz keti që përplasen? Të gjitha thash që në fillim bëjnë trafik politik, nga njëri krahas nga krah tjetër. Shifi gazetarët. Si ka mundësi gazetarët dje që vishin më fal, s'po përmend emër, po e merr vesh kush është, që vishin lajshin komët ke Shatrivani kur vishin nga Hasi, sot qarkullon me makinë 180.000 euro. Dhe ka shtëpiat këtu atje. Si ka mundësi nga? A ka një transparencë në këto media? A ka një transparencë këto parti politike që prishin pare pa fund? A ka një transparencë se ti ke drejt bosh biznes, edhe le ta kesh shtëpinë edhe sa shtëpia barë në Amerikë. Je biznesmen, bo këto fletët, i shef, është e drejta jote, paguaj taksa, po si ka mundësi gazetar me rrog, pa pas prona në Tiranë, kanë prona sot e hotele. Si ka mundësi, ma thujti mu. Dhe nuk flet njeri, dhe gjithë e di, me ditë ti e di, unë e di tjetër e di, gjithë të qarkullojnë. Ka që është Tirana. Si ka mundësi, përkundrazi, këto i imponohen shoqërisë me batakshillikun e vet, me gënjeshtrat e veta, me manipulimin e vet, duke mbrojt kastat politike të cilave këto i shërbejnë. Dhe ne këto i quajmë gazetar pa pikën e turpit. Dhe nuk ka një zë që dali të thotë ty në gazetarëve. Ke numëroj 1, 2, 3, 4, 5. Pra jemi shoqëri e dobët. Shoqëri e dobët dhe shoqëri e orientuar ka interesi. Sepse unë vazhdoj ta kërkoj përgjegjësinë, kjo është temë gjatë, mund ta bëjmë bisedë të një herë tjetër, por vazhdoj ta kërkoj përgjegjësinë pikërisht tek dy momente historike. Tek shfarosja që komunizmi i bëri klasës inteligjente të saj të vërtetës, deri në 51-shin, ku shfarosën të gjithë njerëzit që kishin studiuar jashtë. Edhe atë pak kishin, po kishte një bërtham. Një bërtham. Dhe bërthama e viteve 30, edhe ato të rilindjes, 3-4 epoka kemi pas. Vogla shumë. Benin, shikon, në çdo shoqëri një 5% ç'është ai. Pjesa tjetër është turm. Turma janë kudo. Edhe në Amerikë turma i kemi, shifë ku erdhi më me. Turma është thjesht ajo shërben si nuklea shoqërisë, ajo udhëheq. Pra kjo është dukje dhe tek 90-91-shin që sërish ajo klasë e shoqërisë që mund të quhej vërtet inteligjente, që u formua dhe gjatë periudhës komunizmit, duhet pranuar dhe kjo, nuk diti të orientohet për të shndruar në një lloj targeti apo grupimi shoqëror oponenti politikës dhe të mund të shërbente kjo si një udhëheqëse e kësaj turmës. Por ju bashngjit pushtetit. Pavarësisht se nga anonte pushteti e tjerë sa e ndroi pushteti, ju bashngjit dhe sot është vështirë të tregosh me gisht thush, ky është njeriu që e ngre zërin kur ka një problem. Ky e ngre zërin kur ka një problem. Edhe e fundit. Se me ty duhen biseda nga 4 orë, por e fundit mentor, se gjendja është e rëndë sot. Për fat keq. Si gjendja e pluralizmit real, si gjendja e demokracisë, ashtu dhe gjendja e shoqërisë sonë. Çfarë e bën këtë shoqëri në një kohë që jetem në botën e këtij që ke informacionin pa pushim. Dhe unë
vazhdimisht e shpreh, ne si shoqëri megjithëse sot ngasim Lamborghini, Maybach, që janë këto makina, se unë shumë ne qefli mod makinash, por në mentalitet dhe në psikologji ne jemi gaz 69 që ziza kines 67-ës të revolucionit kulturor. Çfarë bën këtë shoqëri që nuk ka përgjegjësi për komunitetin e vet, dhe kjo është dhe arsyeja që ne nuk respektojmë hapësirat e njëri tjetrit. Pra, duke pas këte, atëherë i vejmë përpara përgjegjësisë dhe pushtetarët e politikanë. Çfarë? Ç'është ky defekt gjenetik i joni? Shumë besojnë që është defekt gjenetik, sepse trashëgimia, kultura, otomanizmi, etj. Nuk arritëm, unë nuk kam një përgjigje të vetme, pra mund të ketë disa argumentime, por këtë lloj qasjeje të shoqërisë në raport me veten, në raport me shtetin, në raport me edhe mjedisin ku jetojmë, e kërkoj sërish prap tek përmbysja që duhej bërë në 90-ën. Çfarë bëm ne? Bëm sikur përmbysëm regjimin. Dhe vazhdojmë sikur. Bëm sikur. Dhe vazhdojmë sikur. Reformuam sistemin ekonomik. Dhe thjesht hapëm ca plagë më të mëdha se ç'ishin. Dhe për 35 vjet ti thua që jemi në Lamborghini duke ngarë, por këtu në tru jemi këzisi. Po, sepse ne vërtet ndërtuam qytete më të bukura, edhe Gradacella, por mbetëm sërish te komunizmi, sepse duke mos vënë një vit kuqe, duke mos u ndar nga komunizmi, duke mos e dënuar përveç kësaj, ne vazhduam për 35 vjet çdo legjislatur bëjmë ligje të ndëshkojmë krimit e komunizmit. Edhe legjislaturën e shkuar të parlamentit ende kishte përpjekje të bëjmë një ligj tjetër për të dënuar komunizmin. 33 vjet ishte harruar komunizmi në çdo vend. Edhe Kubë kanë harruar. Dhe sot nuk do me ditë njëri brezi i ri. Fëmia jote do me ditë më për komunizmin. Kjo klasë shoqërore sot, sepse ata që kanë lindur në 90 janë 35 vjeç, sot janë burra. Se ne po plakemi. Kjo klasë e shoqërisë, kjo ne u rritëm në komunizëm. Këta u rritën në epokën e luftës kundër komunizmit që su luftu asnjëherë. Shikonin parlamentin, shikonin klasën politike që ka ca fyte, ju jeni komunist, ne jemi antikomunist, luftojmë komunizmin, bëjmë komunizmin, dhe asnjëherë nuk u luftu komunizmi, asnjëherë nuk u ndam nga komunizmi, por 35 vjet jemi marrë me retorikën si të luftojmë komunizmin, dhe sot e kësaj dite vazhdojmë duke marrë gjallë komunizmin. Edhe sot e kësaj dite vazhdojmë në Gjermaninë lindore, aty ku ishte gjysma e Gjermanisë ishte komuniste, sot ka lind partia neonaziste. Ne jemi akoma në sot në luftë me komunizmin, edhe pse nuk dim se ku e kemi komunizmin, edhe pse brenda sjelljes jemi gjithë nga pak komunistë. Pra, fakti që ne edhe sot pas 35 vjetësh merrem me këto ngjarje dhe nuk e kemi bërë dekomunistizimin, pavarësisht retorikave propagandistike dhe demagogjisë që përdorim, tregon se ne si shoqëri nuk kemi pas as kurajën, as civilitetin, as arsyen për të ballafaqur me atë që na ka ndodhur ne. Gjëra duhen bërë në kohën e dur. Dhe sot duhet të vënë viza, ishte mbaruar. Siç e bër. Unë nuk di një vend, ndoshta ti mund ta dish, por unë nuk di një vend në Europën lindore që akoma të merret me këtë temë të dekomunistizimit, të butaforisë, heroizmave, të patetizmit, domethënë kush mund ta ngjoj sot janë harruar edhe ata që udhëhoqën kryengritjet kundër komunizmit. Pra, si thojnë amerikan, move on, ne rrim të xhiru në vend. Kekia, shumë faleminderit, gjithmonë kënaqësi biseda me ty edhe do të shihemi prapë patjetër. Faleminderit ju.